Kryeministri Edi Rama ka marrë pjesë këtë të njëjtën në samitin e 7 të Komunitetit Politik Evropian në Kopenhagen të Danimarkës, ku morën pjesë edhe lider nga 49 vende europiane, përfshirë edhe presidenten e Kosovës Vjosa Osmani. Kryeministri Edi Rama ka folur para nisjes së samitit, ndërsa u ndal tek procesi i integrimit të Shqipërisë në BE. Ne nuk po presim, ne po vrapojmë shumë shpejt. Ne do t'jemi gati shumë shpejt dhe ju takon të mëdhenjve në sallë që të mos presin më, por të na përqafojnë e të na mirëpresin, sepse do t'jemi një vlerë shumë e madhe shtuar për Bashkimin Evropian. Kjo është gjëja më e mirë që ka ndodhur pas Bashkimit Evropian vet. Është ardhmja e Europës, sa më shumë të ecim në këtë drejtim, aq më mirë do t'jetë, sepse ndërkohë të tjerët po shfaqen mjaft të fuqishëm dhe e gjithë Europa në tërësi është një masë e madhe sa i takon njerëzve, ekonomisë, dhe duket shumë e dobët pikërisht sepse nuk është e gjitha bashkë. Për ministren virtuale Diella tha se do të provojnë që funksionon shumë mirë. Çfarë mund na thoni për kritikën ndaj ministres tuaj të re të inteligjencës artificiale? Çfarë kritike? Që ndoshta nuk është kaq e mirë kundër korrupsionit. Pse? Sepse lidhet drejt për drejt me kontrollin tuaj. Për çfarë kontrolli keni fjalën? Kontrollin tuaj të drejt për drejt. Kontrollin tim, që do të thotë unë jam më i zgjuar se algoritmet, nuk mendoj kështu. Jo, nuk mendoj kështu. Dgjoj. Kjo është diçka e re dhe si çdo risi i duhet të përballet edhe me kritika, që është gjë e mirë. Por kemi prova deri më tani që funksionon dhe funksionon shkëlqyer. Nisi si asistente virtuale për shërbimet publike për qytetarët dhe ka ndërvepruar me afro 1 milion persona. Pra për 1 milion ndërveprime dhe shërbime. Dhe ka lëshuar 36.000 dokumente deri më tani me vulën digjitale, me cilat ka patur problema askush, nuk janë kundërshtuar. Së dyti, po punon për transpozimin e legjislacionit Bashkimit Evropian e legjislacionin ton në kuadër të bisedimeve të antarësimit të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Dhe së treti, po përparon për të punuar me tenderat publik, që është ende punë vazhdim. Kritikat janë të mira, por ajo është më e mirë, shumë mirë. Sa i përket rendit dhe sigurisë, Rama tha se kjo nuk është një çështje problematike dhe për konfliktet nevojitet një plan europian për paqen. Besoj që një prej sfidave më të mëdha të sigurisë në Europë dhe në Ballkanin Perëndimor është fakti që Europa nuk ka planin e vet të paqes dhe mbështetet tek të tjerët, kështu që sapo Europa të ketë planin e vet të paqes do të jetë më e sigurt dhe më e mbrojtur, kështu e kuptoj unë. Komuniteti politik evropian është mbledhur për herë të parë pas pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia dhe ofron një platformë për dialog politik në të gjithë kontinentin evropian. Fokusi i samitit është forcimi i mbështetjes ndaj Ukrainës dhe për të rritur sigurinë europiane. Kjo është hera e parë gjithashtu që Groenlanda dhe Ishujt Faroe marrin pjesë në komunitetin politik evropian.